thjesht marrë të them që të dua shumë edhe je më i shtrenjtë në botë. Wow, sot. S'ke që për të mbrapsht, mo? Ngela pa fjalë, më thonë. Po... Se po isja, po falenderit edhe unë du shumë, edhe kam qenë edhe je... Njeri s'ka për lalin. Mirë, më pashim. Pacim, të dua. Se unë jam personi që s'më pëlqejnë telefonatet edhe s'para them të dua shpesh, kështu që me qenë se vetë u emocionuam nga kjo, është edhe pyetja radhës që do bëjmë edhe për njerëzit e tjerë. Kush është personi më i rëndësishëm për juve? Mami. Tani për tani ky është. Pastaj ka të tjerë. Familja, por do merrja kryesisht mamin. Po Mohamed e gruaja. Njëri tjetër jo. Na kam i gruaja. Po. Gruaja mi. Djalim. Gjithë janë, kalamajt, burri, Gruaja. mami im. Dhe marrë telefonin e tuar se do shumë edhe ka shumë rëndësi. Direkt, vetëm inshallah s'na jep ne përgjigje të keqe. E vlerësoj jashtë mase, e kom gru të shkëlqyme. Artiste e kom. Ja të që se morën, se s'ja majnë me numrin. Inshallah përgjigjet. Alo, dëgjoj, mora në telefon o mush për të thënë që të dua jashtë zakonisht shumë edhe të kam shumë gjanë. Po, na duri këma për tash. Po je shumë e mirë, të dua shumë. Qa të gjeti, moj, qa të gjeti? Po pse s'ta kam thonë ajerën ty? Qa pive tani ti, qa pive? Qa pive tani ti me gote? Na flishem. Jam në një televizion që po dërojmë nga kamerat, edhe thjesht mëra të them në telefon që të dua shumë dhe një person shumë i rëndësishëm për mu. Haj, ciao. Po. Shiko, s'është as vit i ri edhe as fest, po thjesht mora të them që të dua shumë, më shumë dejam, po... A mund të thuash që më dojë dhe ti mbrapsht apo që deshe? Po jo, të dua shumë, po pash që në shumë nga gjithë kjo dashuri është për ju. Mirë, mjafton, vitin tjetër tani. Është në punë tani dhe nuk e hap dot. Okej, mund të thuash para kamerës? Mami, të dua shumë. Ma, jam këtu me një televizion edhe dua të them që ke shumë rëndësi për mua. Sa televizion jemi nga? Nëse rëndësi ka që ke shumë rëndësi për mua. Shumë faleminderit. Nuk e pritja këtë prit. Sigurisht që e dua shumë. Të ketë shëndet e jetë. I vlerësoj, gjithë ato që zura me gojë, i vlerësoj.